Ju keni qenë antar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Po. Prej themelimit. Unë jam kthi nga më herët se unë jam kthi prej studimeve, domethënë në vitin 2003. Dhe nga 2005 kam qenë i angazhuar në politikë dhe që nga atëherë, domethënë jam në Bashkimin Demokratik për Integrim. Duhet t'ju pyes për një deklaratë të kryetarit të partisë suaj, zotit Ali Ahmeti, që e ka dhënë në një video mesazh. Nuk e di, e keni dëgjuar, nëse jo mund t'ua rikujtoj, i cili në një komunikim me një ish teolog, zotin Musa Lamallari, i cili sot njihet me emrin Tim Shkupi, deklaroi se feja e shqiptarit është Shqiptaria. E keni parë këtë video, ju ka rastisur t'ju del para si video mesazh i zotit Ali Ahmeti? Po, më ka rastis, e kam pa këtë video dhe unë publikisht kam reaguar, edhe pse në atë kohë isha kryetari dekës së Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe publikisht reagova që të thjesht kryetari të mbrohet nga njerëz të cilët unë reagova në këtë drejtim. Domethënë që kur të kete kontakt apo kur dikush dëshiron që të kete një takim me kryetarin, temat për të cilat duhet të bisedohet, duhet njerëzit të cilët janë përreth që e shoqërojnë kryetarin, duhet të hulumtojnë se kush është Seferi apo kush është Ejupi dhe me çfarë qëllimesh vijnë. Në këtë drejtim unë bënë reagimin që domethënë unë as pak nuk pajtohem me ato deklarata. Pra ju keni pasur reagim publik, e keni kundërshtuar me një farë forme takimin dhe i bie edhe qëndrimin e kryetarit zotit Ali Ahmeti që feja e shqiptarit është Shqiptaria, që është një thënie mosshme, njohur e letërsisë shqiptare, e thënë ndoshta në një kontekst tjetër. Po, që është thënë. Mirë po, në atë video unë sa e di diçka tjetër ka thënë kryetari, jo për fenë e shqiptarit e Shqiptaria, po nuk jam i sigurt tash në këtë drejtim, vetëm se e tha që sikur unë jam xhamati Tim Shkupit, ashtu diçka, sa më kujtohet. Nuk jam i sigurt për këtë. Është edhe vazhdimi i asaj, i kësaj që e thoni ju, pra kësaj ide. I bie që ju me një farë forme keni qenë i guximshëm, sepse e dini që rrallë tek ne i kundërshtojnë kryetarët e partive. Po mund të ishte edhe keqpërdorim, domethënë nga personi i cili e nxjerri pastaj në publik, sa ajo thjesht munde edhe të ishte ndonjë bisedë kështu e relaksuar mes kryetarit dhe atij, po unë nuk u pajtova me atë që domethënë të keqpërdoret edhe vendi Selia, që të keqpërdoret, po edhe takimi, edhe përmbajtja e takimit. Njësoj keni pasur reagimin në rrjetin social? Po, në Facebook në rrjetin social keni reaguar. Po, jo këto privat, jo te faqja zyrtare. Jo te faqja zyrtare, keni reaguar tek profili juaj personal.